Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anh, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha kulte li akhike ansit, wal imamu jakhtub, faqad lagaut. Qëtu përfundon hadithi, dërsa kuptimi i tij është, nëse i thu vllaut tënd ki vëmendjen, duke qenë se imami është duke mbajt hutbën, atëherë ti ke bo punë të ligë. Qëtu përfundon hadithi edhe në shqip, kuptimi i hadithit. Pra hadithi në Sahihun e Buhariut është në kapitullin e Gjumas. Ka hadithe kogja shumë në kapitullin e Gjumas, po unë e kom zgjedh këtë hadith edhe në një farë mënyrë i ka ardhur rani, por edhe për shkak se të gjithë ne që e falim Gjuman kemi nevojë për me i ditë disa rregullat të Gjumas. Rregullat të cilat disa prej tyre janë obligative, disa tjera janë gjithashtu borxh, disa janë të preferume e kështu me radhë, por ajo që e karakterizon ceremonin e Gjumas, pra hutbën edhe namazin posaçërisht, është obligimi atyne të cilët prezantojnë në Gjuma që me e dëgju hutbën me vëmendje. Edhe secili që vjen në xhami derisa mbahet hutbeja, të gjithë e kanë obligim, farz, patjetër, me dëgju. Edhe derisa e kanë farz me dëgju, do në thot e kanë rreptësisht të ndalume me bo çka do e cila vjen në kundërshtim me dëgjimin me vëmendje. Në një hadith tjetër ka ardhur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, men mesel hasa faqad laga. Me kon ulën edhe imami po flet, ti po dëgjon, por veç me gisht mi abo që shto një guralecit, e ke bo atë punën e cila vjen në kundërshtim me dëgjimin e hutbës. Dërsa hadithit cilin e citova, thot idha kulte li akhike ansit. Nëse vllaut tënd i thu ansit. Ansit unë e përktheva ki vëmendjen, ose dëgjo me vëmendje. Veç një fjalë është kjo. S'ka ma shumë, ansit është një fjalë. Pastaj kjo fjalë në vetvete nuk është fjalë e ligë. Edhe si vepër me i thonë tjetërit ki vëmendjen, prap nuk është vepër e ligë. Mirë po, duke qenë se ti je aty, e dikush po flet ose po bën diçka, nëse ti ja tërheq vrejtjen, ti në një farë mënyre je të bo punë e cila në gjuhën e fesë quhet emër bil ma'ruf, urdhërim në punë të mira, ose ndalim nga e keqja. Megjithatë, në këtë situatë nuk e ka venin kjo punë. E tash derisa ti e ki të ndalume me i thonë tjetërit hesht, mos të flasëm sa e ndalume edhe sa e damshme për Gjuman tane, është me umar ti me ndonjë punë tjetër. Për shembull me e kap telefonin, me e qel telefonin, me lexu mesazh, me kthy mesazh, ose heq pa lexu mesazhe, pa kthy mesazh, shumë kujt ju ka bo shprehi që duhet shumë ta kemi vëmendjen, është bo shprehime e kap telefonin edhe me këqyr. Dije që atë dëgjimin e hutbës që e ke obligim, e ke cenu seriozisht. Edhe mundesh me ardhë në situatë që obligimin e ke kry, po ke mbet pa sevap, se shejtani për ata që shkojnë në xhuma e ka një prit. Imamit janë zanë pritën, ati khatibit, janë zanë pritën të udhkryqi të folunit diçka që s'do të me folë. Se hutbeja e ka shejtnin e vetë, edhe imamit do të me ka shumë serios në këtë aspekt. Me zgjedh një temë fetare, me zgjedh një temë aktuale, me e trajtu në mënyrë të kuptueshme për xhamatin, mos me e zgjat, mos me e tepru, mos me plotësene, janë ato që realisht kalim po i përmendi. Që aty janë zanë pritën, hoxhës. Nërsa xhamatit ku janë zanë pritën, me najtë ullën, me dëgju hutbën, që kjo është obligimi, hajtë të këshyri që ka ka në telefon, ose hajtë të këthej krytë që kënej, ose hajtë të mirëna me një punë. Unë e i shonë nga një herë në rrumë Lazar edhe
po flas për diçka që e shohim qëto në xhamin tonë edhe në xhamatin tonë, unë të fol në hutbe, vjen haxhi filani ose filon xhamatlia që mundet edhe mos me kon haxhi, vjen me vonesë, ka hyrë në xhami, masi ka fillu hutbja. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot 2 melaçe rrinë te dera e xhamisë në ditën e xumë. Edhe tu hyj xhamati që ato 2 melaçe secilit ja shkruajnë emrin në regjistrin e atyre që kanë prezantu. Thot në momentin që imami çohet në kom me nis hutbën, ato melaçet i palojnë regjistrat edhe rrinë me ndëgju hutbën. Mo kush hyn nuk ja shënojnë emrin. Po insan halli, secili prej neve mundet me e pas një arsye për me u vonu, po ndonjëherë jo gjithmonë. Me keqardhje do të me e thonë, po unë i vrejt disa nuk janë asi që e falin vetë xhuman, nuk janë asi që si din fort rregullat. Po i vrejt do që në xhumat të rregullt edhe të namazeve tjera, në xhumë vinë me vonesë. Është shumë e pa, jo veç e pa hishme, pa i rrezikon edhe me met pa xhumë, po nejse, edhe përveç që hynë me vonesë, që aty ku ka më ullë, selam aleikum filanet, a i le vetë që po bon punë të asi, po realisht po i pengon edhe këtyne. E këta të shkretit nuk po e din që ati le që s'do të mja dhon dorën, po as do të me këshyr imamin, ati s'bon as mi thonë, shuj bre se ja ka njës hutbja. Por arsye se tani edhe vetë, një farë mënyre vetë e prish atë hudhurin tanë, atë vëmendjen tane. Kështu që të kemi parasysh një gjahë që është e rëndësishme, ta majmë men mirë se na vynë për xhumë, e ajo është që kjo hutbja që mahet që to, i zavendëson 2 recate drekës. Se dreka i ka 4 recate. Xhumaja saj ka 2. Pse? Se 2 të parat janë hutbe. Edhe do të me dëgju, madje s'lejohet as me i thonë dikujt hesht. Kjo me i thonë hesht ose ki vëmendjen, pra po them, në esencë është vepër e mirë, se është udhëzim ka e marra, mirë po në rastin e hutbës, hutbeja është qaq serioze dhe dëgjimi i saj është qaq me rëndësi, sa që asë që ato nuk ban me e ba për arsye se pastaj edhe ti e cënan hutbën tane. Që ka të saj përket këti hadithi, Allah i madhruar me udhëzoft e në rujt, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e teslimin kathira.